Gjykata e posaçme e apelit ka vendosur sërish të lërë në fuqi dënimin me 6 vite 8 muaj burg për Orges Yahelezin, i akuzuar për përfshirje në aktivitetin e trafikut të heroinës në laboratorin e drogës së zbuluar në Has. Vendimi i sotëm vjen pas kthimit të çështjes për rigjykim nga Gjykata e Lartë, e cila kishte prishur më herët vendimin e parë të apelit posaçëm. Yahelezi ishte i dënuar me 1 shkurt 2021 nga Gjykata e posaçme së bashku me 16 persona të tjerë në kuadër të një dosje të rëndësishme të hetimit për trafikun e lëndëve narkotike. Hetimi për këtë çështje nisi në fund të vitit 2016 pas arrestimeve të disa shpërndarësve të heroinës në zonën e Kavajës. Mes të arrestuarve ishin Ramadan Shabani, Enert Duka, Marius Gjihani dhe persona të tjerë të cilët më pas u dënuan nga gjykata për tregtim të lëndëve narkotike. Nga hetimet e mëtejshme, prokuroria dyshoi se pas rrjetit të shpërndarjes në Kavaj qëndronin persona me role të rëndësishme në organizimin e trafikut. Sipas dosjes hetimore, lëndët narkotike siguroheshin nga vende si Kolumbia, Turqia dhe Peruja, edhe më pas synonin tregjet europiane përfshir Holandën, Gjermaninë dhe Francën. Çështja fillimisht u regjistrua në dhjetor të vitit 2016 pranisht gjykatës së krimeve të rënda, ndërsa gjatë hetimeve u përfshin edhe përgjime e pista të tjera hetimore që lidhen me persona të dyshuar për trafik droge.